Zedocarmo doli nga shtëpia siç bënte çdo ditë, pa u nxituar, duke mbajtur qesen bosh të bukës me njërën dorë dhe duke rregulluar kapelen me tjetrën. Qeni e ndiqte, gjithmonë e bënte. Askush nuk e dinte nga kishte ardhur ajo kafshë. Ata dinin vetëm se ai ishte shfaqur një ditë, i dobët dhe i heshtur, dhe që atëherë nuk ishte larguar nga ana e plakut. Rruga ishte e papastër, mëngjesi ishte i mbytur, qielli ishte gjysmë i mbuluar me re dhe heshtja ishte e njëjtë si gjithmonë, e thyer vetëm nga zhurma e pantoflave të zës që zvarriteshin në tokë. Ai ecte ngadalë, por me vendosmëri, sikur ai udhëtim për në furr buke të ishte pjesa e fundit e botës që ende e mbante mend emrin e tij. Gjatë rrugës së kthimit, qeni u afrua, duke tundur bishtin, sikur ta dinte se diçka ishte e çuditshme atë ditë, dhe vërtet ishte, sepse kur plaku kaloi kryqëzimin në kodër, ai pati kohë vetëm të dëgjonte motorin që rrite, kërcitjen e gomës në balë dhe pastaj trupin e tij që fluturonte tutje, qesen që grisej në ajër, bukën që binte dhe ndotej në balë. Qeni vrapoi i pari, askush tjetër nuk u shfaq, vetëm ai nuati fytyrën e plakut, lehme të madhe, u përpoq t'i tërhiqte këmishën me dhëmbë, sikur donte ta ngrinte burrin që andej, gjaku tashmë po i rrifte poshtë ballit, poshtë krave. Dhe qeni qëndroi i palvizshëm, duke parë, sikur e kuptonte çfarë po ndodhte, por nuk mund ta pranonte. Ambulanca vonoi pak, kur mbërriti, dy ndihmësit mjekësor nxituan poshtë, pan plakun që ende merrte frym dobët, e vendosën në barel dhe e pyetën nëse kishte ndonjë me të. Një burr në anën tjetër të rrugës u përgjigj jo, se jetonte vetëm atje lart në shkëmb dhe se qeni kishte qenë me të për disa muaj, por nuk i përkiste askujt. Qeni u përpoq të ngjitej me ta, i futi putrat në pjesën e prapme të ambulancës, u shty, ra mënjan, u ngrit përsëri dhe qëndroi aty, duke qëndruar, duke parë derën të mbyllej, pa e kuptuar pse po e merrnin mikun e tij të vetëm dhe po e linin pas. Kur ambulanca u largua, ai vrapoi pas saj, vrapoi me gjithçka që kishte, me gojen hapur, gjuhën jashtë, duke u penguar mbi gropat në rrugë, me putrat e ndyra, trupin që i dridhej, por syt e tij ishin ngulur te makina e bardhë që u zhduk pas kthesës. Orë më vonë, qeni u shfaq te dera e spitalit, askush nuk e di se si arriti atje, ishte i pist, i lodhur, me një copë të këmishës së plakut në gojë, u shtri pranë hyrjes, mbështeti kokën në dyshemen e ftohtë dhe nuk qau, thjesht qëndroi aty. Dhe aty filloi pjesa tjetër e historisë, ajo që askush nuk donte ta shihte, por ai e pa të plot. Qeni mbërriti në spital pa e thirrur askush nuk i tregoi rrugën, askush nuk i tregoi shenjën, por ai u shfaq, i ndyr, i lodhur, me bishtin ulur dhe sytë e lagur, u shtri para derës që u hap vetvetiu dhe qëndroi aty, duke shikuar brenda sikur të dinte saktësisht se ku ishte plaku. Roja e sigurisë u përpoq ta tremte, duart trokiti, i hodhi ujë, por asgjë nuk funksionoi. Kafsha nuk lëvizte, vetëm merrte frymë rënd dhe dridhej ndonjëherë. Kur frynte era ose dikush bërtiste brenda, një infermiere kalonte aty pranë, përkulej ngadalë dhe linte një gotë me ujë. E nuhati, e piu dhe pastaj e vuri kokën përsëri në dysheme, sikur të priste diçka që as vetë nuk mund ta shpjegonte. Brenda, plaku Zedocarmo ishte në një dhomë plot me makineri, tuba, gjilpëra, zhurma e pajisjeve ishte ajo që e mbante dhomën gjallë, sepse ai vetë dukej sikur ishte larguar tashmë për gjysmë, trupi i tij i çal, fytyra e tij e zbehur. Askush nuk kishte lajme për të afërmit, nuk kishte askënd për t'i treguar, askush për të telefonuar, vetëm emri i tij në një copë letër dhe qeni jashtë. Doktoresha shikoi ekzaminimet dhe bëri një fytyrë të turpshme, tha se gjendja ishte serioze, se truri ishte nën presion, se zemra ishte e ngadalë, se nëse përkeqësoi nuk do të kishte shumë gjëra që mund të bëheshin. Infermierja pyeti nëse duhej të telefononin dik, ajo u përgjigj me zë të ulët se nuk kishte askënd për të telefonuar, ishte një rast i vetmuar, një rast i harruar. Ndërkohë qeni qëndroi aty, madje as nuk hante siç duhet, u ngrit vetëm kur kaloi dikush me të bardha, sikur donte të thoshte diçka, askush nuk e kuptoi, por të gjithë e ndjenin, sepse kishte diçka në atë vështrim të tij që i shtrëngonte gjoksin kujdo që kthehej pas. Vonë në mbrëmje, ra shiu i imët i ftohtë, duke lagur trotuarin dhe lëkurën e tij, por ai nuk lëvizi, vetëm mbylli syt për pak, mori frymë thellë dhe priti. Ai priti sikur e dinte që plaku po luftonte ende, edhe pa zë, edhe pa forcë, edhe pa askën. Dhe pikërisht aty, midis derës automatike që nuk i hapej dhe dhomës ku askush nuk hynte, heshtja e të dyve filloi të bisedonte. Atë mëngjes spitali dukej më i ftohtë se kurrë, korridori ishte i heshtur, drita shkëlqente në tavan dhe qeni ishte ende aty, i fiksuar fort në të njëjtin vend ku ishte shtrirë një ditë më parë, nuk e lëvizi trupin, as për të pirë ujë. Ktheu kokën vetëm kur ashensori bëri zhurmë.
Atje lart gjendja e plakut u përkeqësua, zemra po I fikej, mjekët thanë se trupi I tij po shembej ngadalë, por askush nuk e dëgjoi këtë, sikur të ishte thjesht një shtrat tjetër midis kaq shumë pacientëve të harruar, por për të nuk ishte. Për të plaku ishte gjithçka që kishte. Toniko filloi të gërmonte dhe unë në kopshtin anësor, sikur të dinte se diçka e keqe po vinte. Ai kruante tokën e lagur me putrat e tij të ndyra, bëri një vrim dhe ushtri brenda, pastaj u ngrit dhe u kthye në korridor sikur koha po ecte në radh duke pritur vetëm fundin. Një infermiere e re e pa këtë dhe nuk mundi ta duronte më. Ai ju afrua, I ledhatoi kokën, pastaj shikoi përreth dhe e çoi qenin lart, kaloi në përkatin e pasëm me të dhe hyri në dhomën ku ishte shtrirëse me një tub të ngulur në qafë dhe me sytë e mbyllur. Qeni as nuk lehte, ai vetëm u ngjit ngadalë, I vuri putrat në buzë të barelës dhe mbështeti hundën në gjoksin e plakut. Ai qëndroi ashtu për minuta të tëra sikur po dëgjonte atë që askush tjetër nuk po e dëgjonte. Monitori bip ngadalë dhe frymëmarrja e dobët që vinte e ikte. Dora e plakut dridhej pak, pothuajse as pak, por dridhej sikur të kishte ndier erën e tij, ngrohtësinë e tij apo dashurinë që vetëm një kafshë dita ruaj për kaq gjatë. Pas kësaj, infermierja e mori qenin përsëri, por ai nuk donte të largohej, qëndroi te dera dhe e shikoi plakun nga larg dhe u largua vetëm kur burri I tha butësisht, "Hajde shoku, ai do ta kuptoj." Atë natë askush nuk vdiq, por askush nuk jetoi në të vërtetë. Spitali vazhdoi me zhurmat dhe nxitimin e tij, por në atë barel atje në fund kishte një luftë që askush nuk e pa dhe në dyshemen e ftohtë poshtë kishte edhe një pritje që askush nuk e kuptonte. Qeni fjeti përsëri pranë derës me kokën e varrosur në copën e vjetër që e kishte veshur në hund që nga aksidenti dhe qëndroi ashtu deri në agim. Plaku I hapi syt ngadalë, sikur të ishte zgjuar nga një gjumë shumë I gjallë. Dhoma ishte e qetë, dritat ishin të zbehta, pajisjet ishin ende ndezur, por për herë të parë ai puliti syt, shikoi tavanin dhe lëshoi një pshertim të dobët. Infermierja vrapoi dhe e thiri mjekun. Ata thanë se ishte një mrekulli që ai po kthehej, por askush nuk e dinte se sa gjatë trupi I tij do të ishte ende I dobët dhe gjithçka mund të shkonte keq përsëri në çdo moment. Poshtë, qeni u ngrit papritur sikur të kishte ndier diçka, eci nëpër rrath, nuk bërtiti për asgjë dhe pastaj vrapoi drejt ashensorit, qëndroi aty duke parë derën sikur të dinte se ku donte të shkonte. E njëjta infermiere që kishte ndihmuar më parë e pa skenën dhe pa u menduar 2 herë, hapi derën dhe e çoi kafshën lart. Askush nuk e pa, askush nuk pyeti për asgjë. Kur hyri në dhomë, qeni u ndal te dera, e shikoi plakun dhe bëri 2 hapa ngadalë. Ai nuk lehte dhe as nuk vraponte, thjesht vazhdonte të afrohej sikur të kishte frikë se mos e prishte momentin. Zëdocarmo e ktheu fytyrën, e pa thellë në sy dhe për herë të parë që nga aksidenti buzëqeshi, ishte e dobët, ishte e shkurtër por e vërtet, dora e tij u ngrit pak dhe I preku hundën qenit sikur ta falënderonte, sikur të thoshte se ishte ende aty për shkak të tij. Qeni e mbështeti trupin e tij në barel dhe qëndroi aty duke ndier ngrohtësinë e lëkurës së tij, zhurmën e ajrit që hynte ngadalë dhe zemrën e tij që rrite më dobët se kurrë. Doktoresha hyri, pa skenën dhe nuk tha asgjë, thjesht heshti si të gjithë profesionistët e tjerë që kaluan aty pranë atë ditë. Askush nuk pati guximin të ndërpriste. Plaku I mbylli syt përsëri, por këtë herë duke I ndryshe. Duket sikur e kishte parë tashmë atë që duhej të shihte, se tani mund të pushonte. Qeni u kthye, por kur erdhi koha për t'u larguar, ai shikoi prapa për herë të fundit sikur po e regjistronte atë imazh në kujtesën e tij. Atë natë nuk kishte britma, as vrapim, as alarm, vetëm zhurma e ulët e frymëmarrjes që shuhej ngadalë si një qiri që shuhej vetvetiu në mes të dhomës së zbrazët. Zëdocarmo vdiq shumë herët para se të lindte dielli. Makina ndaloi së bëri bip. Infermierja hyri ngadalë, pa trupin e palvizshëm dhe I shkëputi telat një nga një pa bërë zhurmë, sikur heshtja të ishte e vetmja mënyrë e duhur për t'i thënë lamtumir dikujt si ai. Nuk kishte qarje, as përqafime, askush nuk u shfaq të pyeste për të, spitali telefonoi në numrat e vjetër, askush nuk u përgjigj, dokumentet ishin të vjetra, të grisura, me adresën e fshirë, ai nuk kishte askënd, as fqinj apo të afërm, askush. Trupi u çua me një furgon të thjeshtë direkt në varrezat e qytetit të poshtëm, më të largëtin dhe më të zbrazëtin, ku shkojnë vetëm ata që nuk kanë ku të qëndrojnë tjetër. Arkivoli ishte bërë nga dru I lirë, pa lule, pa emër, pa foto, vetëm një pllak me një numër dhe toka tashmë e hapur, duke pritur. Varmisi I rregulloi të gjitha vetë, prifti nuk erdhi, spitali nuk dërgoi askënd dhe qielli ishte I vrentur me një erë të lehtë që ngrinte pluhur dhe shpërndante gjethe të thata nëpër tokë.
por kur ai ishte gati ta mbyllte varrin, u shfaq qeni. Ai erdhi ngadalë, me gëzofin e ndyrë dhe në gojën e tij mbante një copë letër të rrudhur. Ishte receta që plaku kishte mbajtur me vete ditën e aksidentit. Gazeta ra në tokë dhe askush nuk e ngriti. Kafsha u afrua, shikoi vrimën, shikoi arkivolin dhe e lëshoi letrën atje lart, pastaj u shtri në anë me kokën ulur sikur të kishte kuptuar gjithçka, sikur të dinte se pjesa e fundit e botës që i kishte mbetur mbaronte atje. Varmisi nuk tha asgjë, ai vetëm qëndroi aty duke parë me lopatën në dorë, duke pritur që qeni të dilte, por ai nuk doli. Ai qëndroi aty i qetë derisa lopata e fundit e dheut mbuloi targën. Edhe kur filloi të binte shi, ai nuk lëvizi, thjesht mbylli sytë dhe vazhdoi të shtrihej sikur ky të ishte vendi i vetëm i mundshëm edhe për të. Në fund të pasdites, kur era tashmë e kishte zhdukur zhurmën e makinave dhe dritat po fillonin të ndizeshin në qytet, askush nuk e dinte se në atë varres të harruar kishte një qen të shtrirë pranë një vari sikur të mbante një sekret, sikur të mbante dashuri.